Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin MB 35 vjeç dhe KP 60 vjeç, pasi u kapën duke drejtuar automjetet në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin KG 58 vjeç, banues në fshatin Ivanaj, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori për njoftim mbi faktin, pasi shtetësja RK kallëzoi se i kishim dëmtuar automjetin që kishte parkuar në afërsi të pallatit ku banon. Paraprakisht dyshohet se automjeti është dëmtuar si pasojë e pakujdesisë së disa tërmiturve gjatë lojës. Më datë 8 mars 2026, shtetësi NK dhe HF kanë kallëzuar se në banesën e tyre aktualisht të pabanuar në fshatin Domën ju janë vjedhur orendi dhe vegla pune. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të rastit. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.